Mirëmbrëma, në këtë episod të Kohë Sociale kam të ftuar Sajmir Fetaj, trajner kondicional në ekipin e futbollit Shkëndija. Ish futbollist me një karrierë aktive në skuadrën e Renovës, sot i licencuar me licencën A të UEFA-s. Sot do të flasim për mënyrën se si sporti ndikon në formimin e fëmijës, si mund t'i largojmë ata nga ekranet dhe t'u mësojmë vlerat e jetës së shëndetshme. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Sajmir, ke kaluar nga fusha si lojtar tek Renova deri tek roli ndihmës trajnerit për klubin profesional. Si e përshkruan këtë rrugtim tëndin sportiv? Realisht ka qenë një rrugtim i gjatë, do thoja. Ka filluar dikund në moshën e hershme si një dëshirë e madhe për të luajtur futboll si çdo fëmijë. Jam inkuadruar tek shkolla e futbollit, kam kaluar gjitha gjeneratat aty, pastaj në moshën 17 vjeçare ku e kam nënshkruar edhe kontratën e parë profesionale dhe kam vazhduar si futbollist profesionist. Kam kaluar 14 vite tek ekipi i Renovës ku kemi patur suksese të ndryshme, mund të ceki kemi qenë kampion në vitin 2010 me skuadrën e Renovës, pastaj kemi marrë edhe kupën e Maqedonisë dhe kemi patur edhe disa paraqitje të shkëlqyera në kompeticionet evropiane. Mund ta përshkruaj si një rrugtim i cili ka qenë i vështirë, me ulje ngritje emocionale, por ka qenë shumë i bukur për mua dhe mendoj që më ka bërë ky që jam sot, me disa virtyte të cilat mendoj që profesionat tjera ndoshta nuk t'i japin, mendoj që sporti t'i jep. Cilat janë mësimet më të rëndësishme që keni marrë si futbollist që sot përpiqeni t'ia transmetonit edhe fëmijëve dhe të rinjve që ju merreni? Kur kalon një kohë të gjatë me një profesion, mendoj që ka një sër gjëra të cilat mund t'i veçojmë. Janë shumë sporti është shumë dimensional, mendoj, edhe ka benefite të jashtëzakonshme, të cilat unë mundohem t'i marr sot që jam trajner dhe t'u plasoj edhe trive edhe futbollistëve tjerë. Njëra nga ato është respekti. Ne aty mësojmë për respektin njëherë për veten, pastaj respektin për bashkëlojtarët, për kundërshtarët, për trajnerin. Domethënë respekti është ai që na klasifikon si sportist. Pastaj është edhe këmbëngulja, konsistenca, do thoja unë. Konsistenca të cilën një sportist duhet ta ketë me patjetër që të eci përpara. Këmbëngulja dhe dëshira për punë, sepse ka në sport apo në futboll, në këtë rast ka ditë që të ecën, ka ditë të mira, ka ditë këqija, por ti duhet të jesh konsistent, duhet të jesh këmbëngulës që të jesh non-stop duke rritur performancën tënde. Janë këto disa gjëra të cilat mundohem tani që jam në anën tjetër të tavolinës si trajner t'u plasoj trive dhe mendoj që jam duke Po në fakt tu doja të ndalesha. Si është ose çfarë ndryshon nga ajo të qenurit lojtar në fushë dhe të qenurit trajner që frymëzon të rinj? Po mendoj që është një dallim i madh, një dallim esencial. Unë kam kaluar 14 vite, realisht 16 vite si futbollist profesionist. Dhe tani jam 3 vite si trajner. Mendoj që dallimi është shumë i madh sepse këtë kupton kur je si trajner, kur je si lojtar, fillimisht ti merresh vetëm me veten. Domethënë merresh vetëm me performancën tënde fizike, psikologjike, tekniko-taktike dhe gjëra të ndryshme, por kur del në anën tjetër, pastaj puna e trajnerit është shumë dimensionale. Ke përballë shumë futbollistë, të cilët presin nga ty që ti motivosh, ti drejtosh dhe ato janë të gjithë me sy nga ty. Do thoja që një trajner i mirë duhet të jetë edhe një psikolog i mirë, duhet të jetë një pedagog i mirë, duhet të jetë një motivues i mirë. Kështu që mendoj që është një dallim i madh. Kur kam qenë futbollist nuk e kam ditur, kishim një trajner i cili na thoshte që duhet ta doni këtë punë sepse është një ndër profesionet më të bukura, por në atë kohë nuk e dinim. Tani që jam në anën tjetër, e shoh se ka dallim të madh. Çfarë të shtyu të fokusohesh tek puna me fëmijën dhe të rinjt? Por realisht dëshira dhe dashuria për sportin. Thash, unë kam filluar që i ri të merrem me sport, me futboll. Duke qenë edhe aktiv me futbollin, kam filluar edhe të ndjek kurse të ndryshme për trajner, edhe kam ngelur në të njëjtin drejtim. Është dashuria për sportin, mendoj që kam t'jap diçka të cilën të rit ka nevojë për motivim dhe unë mendoj që jam ai që mund t'i motivoj dhe t'i shtyj përpara. Më thuaj pak, çfarë përfshin licenca A nga UEFA dhe si të ka ndihmuar ajo në zhvillimin tënd profesional? Është një
kurs i cili organizohet nga Shtëpia më e Madhe e Futbollit, UEFA. Është hera e parë që mbahet në Republikën e Maqedonisë Veriut, UEFA A Fitness licenca, në të cilën kemi qenë diku të 20 kandidat, vetëm 2 shqiptar kemi qenë aty, unë dhe një kolegim nga Gostivari. Është një licencë shumë dimensionale, kemi mësuar shumë aty sepse ka patur ligjërues nga e gjithë bota, ka patur ligjërues nga klubet të njohura të futbollit europian. Ajo më shumë është e fokusuar tek përgatitja fizike e futbollistëve. Tani edhe futja e teknologjisë në futboll, do të thënë GPS-at, analizat e futbollit, dhe gjitha këto mendoj që më kanë ndihmuar të përgatitem dhe të formohem edhe më mirë si trajner. Përveç asaj që është edhe një licencë që ti hap dyer pastaj edhe tek klubet tjera europiane. Ju pak më parë tha që e keni nisur shumë herët këtë rrugtim. Ndërkohë sot fëmijët kalojnë shumë kohë përpara telefonave, tabletave. Çfarë roli mund të luajë sporti për të larguar fëmijët nga kjo varësi? Është e vërtet, nëse bëjmë një krahasim si fëmijët kanë kaluar kohën para 10-15 viteve dhe si e kalojnë tash, është një dallim jashtëzakonisht i madh. Nëse para 10 viteve, 15 viteve fëmijët kohën e lire kanë kaluar gjithmonë jashtë, duke luajtur futboll, basketboll apo duke ngarë biçikletën. Tani të rit i ke gjatë gjithë kohës para ekraneve televizive, para telefonëve, domethënë nuk konsumojnë asgjë tjetër përveç teknologjisë. Dhe kjo mendoj që ka pasoja të jashtëzakonshme, mund të cekim pasoja fizike, pastaj edhe pasoja të ndryshme psikologjike dhe emocionale. Mendoj që sporti do të jetë aty çdo herë një derë për një zhvillim më të mirë për fëmijët, një zhvillim më të mirë fizik, po përveç fizik, thash edhe ajo pjesa emocionale edhe psikologjike mund të ndihmojë jashtëzakonisht shumë në këtë pjesë. Cilat janë mënyrat më efektive për të bërë një fëmijë që të dashurojë lëvizjen dhe disiplinën për sportin? Mënyra më e mirë mendoj që është ta afrosh tek sporti. Domethënë janë shumë sporte, ne shpesh fokusohemi vetëm tek sportet grupore, po ka edhe sportet bukura individuale, të cilët mendoj që prindët duhet të angazhohen pak më shumë në këtë pjesë, duke i ofruar fëmijët tek sporte të ndryshme, që të provojnë sporte të ndryshme dhe pse jo edhe ato bashkë me fëmijët të bëjnë sport. Sepse nga sporti nuk kemi gjë të keqe, vetëm beneficione të ndryshme. Kështu që nga përvoja jote, cilat janë gabimet më të shpeshta që bëjnë prindrit për t'i motivuar fëmijët për të kyçur në sport? Unë shpesh jam nëpër stadiume dhe ndjek futbollin e fëmijëve. Mendoj që shpesh prindët bëjnë një gabim i cili është fatal për fëmijët, por ato jam i sigurt që nuk e dinë. E bëjnë rolin e trajnerit shpesh. Domethënë janë aty në tribunë për të përkrahur fëmijën, por bërtasin, mendoj se e motivojnë, por kjo mendoj që ndikon negativisht tek fëmija. Nuk ka nevojë të bëhet roli i trajnerit, duhet bëhet roli i prindit, por në shtëpi, duke motivuar fëmijën, duke mos ja vënë në pa gabimet, por vetëm duke e motivuar që të arritë performanca. Mendoj që edhe prindet i rritin pritshmëritë tek fëmijët jashtëzakonisht shumë, kjo që ndikon pastaj edhe tek motivimi edhe tek paraqitja e fëmijëve. Çfarë roli luan ushqimi i shëndetshëm për performancën dhe për zhvillimin e fëmijëve sportiv? Ne shpesh fëmijëve ju themi se është një trekëndësh që është jashtëzakonisht i rëndësishëm nëse duam të rritim performancën tonë në sport. Ju themi që është stërvitja e mirë, është ushqimi i mirë, por është edhe pushimi. Domethënë, pa këto elemente kryesore, performanca fizike nuk mund të rritet. Kështu që është një nga elementet bazike, ushqimi. Ju i shihni sot të rritë përdorin jashtëzakonisht shumë ushqime të shpejta, ushqime të thata, të cilat pastaj ndikojnë në zhvillimin e tyre, si atë muskulor dhe atë të kockave, pastaj pasojnë edhe lëndime, kështu që është shumë e rëndësishme që fëmijët të ushqihen shëndetshëm, për patur një performancë të mirë, për patur një vrapim të mirë, disa lëvizje të cilat i kërkon sporti, patjetër që duhet marrim karbohidrate, të cilat janë shumë të domosdoshme, pastaj edhe proteina, edhe yndyrna të cilat janë kryesore për të na dhënë energji. Kështu që përsëri do të them që është një nga bazat kryesore për të patur një performancë të mirë fizike.
Cilat janë sfidat më të mëdha që keni hasur gjatë organizimeve të kampeve verore për fëmijët? Është hera e parë që kemi organizuar një kamp veror këtë vit me fëmijë të moshës 7 deri 12 vjet, ka qenë një eksperiencë e re për ne. Janë sfida të ndryshme, janë sfidat të cilat kanë të bëjnë me organizimin fillimisht. Kemi menduar që të bëjmë një organizim të vogël fillimisht me pak fëmijë deri një numër deri 25 fëmijë, por interesimi ka qenë shumë i madh. Kemi arritur diku deri 70 fëmijë dhe u desh të bëjmë t'i ndajmë në disa gjenerata dhe disa kohë. Sfidat janë të ndryshme, do thoja, tek mënyra se si fëmijët janë të zhvilluar. Ka fëmijë të cilat kanë aftësi fizike, ka të tjerë të cilat nuk kanë, domethënë diversiteti i madh tek aftësitë fizike. Është organizimi, pastaj është edhe siguria, të cilat sepse prindët i sjellin fëmijët aty që të luajnë dhe të argëtohen, dhe ne duhet të jemi aty që t'i sigurojmë ato. Përveç kësaj, duhet të jemi aty dhe mbështetës që t'u japim ato që ato vinë të kërkojnë tek një kamp veror siç kemi organizuar. Si mund të ndihmojë një trajner në forcimin e shëndetit mendor tek fëmijët përmes sportit? Realisht problemet e shëndetit mendor janë shumë aktuale në kohën e fundit tek të rinjt. E mendoj që domethënë probleme si ankthi, si depresioni, të cilat vijnë si pasojë e streseve të ndryshme dhe konsumimi i tepërt i teknologjisë. Mendoj që përsëri sporti është një derë ku mund të ndihmojë në këtë drejtim. Domethënë sporti është ai që i ndihmon që fëmijët të mos kenë kështu probleme të shëndetit mendor siç janë ankthi dhe depresioni. Inkurajoj të rinjt dhe prindërit që t'i ofrojnë sa më shumë afër sportit dhe t'i motivojnë fëmijët. A mendon se sporti është një mënyrë për të mbajtur të rinjt larg veseve dhe zakoneve të dëmshme sociale? Mendoj që patjetër që po. Sporti mëson shumë gjëra, sporti mëson të jesh pjesë e grupit, të mëson disiplinën, e cila pastaj nuk t'jep kohë të merresh me gjërat e cilat janë të dëmshme për shëndetin fizik, por edhe psiqik edhe emocional. Kështu që përsëri jemi tek ajo përgjigja që e thash edhe më herët, është sporti një derë e cila prindët duhet të shohin si një derë të jashtëzakonshme ku fëmijët e tyre do të rriten në mënyrë sa më të mirë të mundshme dhe të zhvillohen si fizikisht, ashtu edhe mendërisht, edhe psikologjikisht, edhe emocionalisht. Cili ka qenë momenti më emocional në punën tënde me të rinjt, diçka që të ka prekur ose diçka që të ka dhënë një motivim të ri që nuk e ke hasur më parë? E bukur e sportit është se është plot emocione. Ka emocione të bukura, emocione të mira, të këqija. Unë mund të përmendi në kohën që po jetojmë me ekipin e Shkëndijës, aty ku jam edhe aktualisht si trajner kondicional. Shkëndija ka bërë një punë të jashtëzakonshme këtë vit në arenën europiane, ka arritur për herë të parë të kualifikohet në grupet e një kompeticioni evropian siç është Conference League. Dhe jemi duke bërë shumë mirë aty. Është kënaqësi jashtëzakonisht e madhe kur sheh gjithë atë publik edhe ato të rinj që të përkrahin dhe mendoj që jemi një motiv për ta. Shpresoj të vazhdojmë kështu, kemi bërë 3 ndeshje, kemi 4 pikë aty dhe kemi edhe 3 ndeshje tjera dhe shpresoj që të plasohemi edhe më tej. Dhe për fund, çfarë mesazhi ke për prindrit dhe të rinj që hezitojnë të futen në sport? Do t'ju thoja që nëse duan fëmijë të shëndetshëm, nëse duan fëmijë të cilët nesër do të jenë të shëndetshëm si fizikisht, ashtu edhe psiqikisht, edhe emocionalisht, patjetër që duhet të ofrojnë sa më shumë tek sporti, sporte grupore, sporte individuale, ka sporte të ndryshme, në të cilat do të derdhin energjitë e tyre dhe nuk do të kenë kohë për gjëra të cilat nuk janë të nevojshme për të rinj. Sajmir, unë të falenderoj shumë që ndave përvojën tënde dhe këndvështrimin tonë bashkë me ne. Siç the edhe ti, sporti është më tepër se sa një lojë, është një edukim dhe një karakter, por mbi gjitha është një shëndet. Unë të falenderoj shumë që ishe prezent me neve dhe ndave eksperiencën tënde bashkë me ne. Faleminderit, kënaqësia ishte ime. Kjo ishte Kohë Sociale. Derisa të shihemi sërish, kujdesuni për trupin dhe mendjen tuaj. Natën e mirë.